As një fjalë nuk e thot për Vukamovicin. E ju e dini shumë mirë sa çka ka thënë më herët. Mafia energjetike serbe. Ne flasim vazhdimisht për çështje të sigurisë, pa nuk është energjia çështje e sigurisë? Ne flasim për luftim të bandave, pas janë bandat energjetike, banda nuk është veç Veriu me banda, ki edhe një jug banda, ki edhe në pjesën tjetër të Kosovës kriminale, hajna, po që ata hajna i kishtin qeveri. Hysen Durmishin deri dje, tu ka anku për kompani që kanë tenderu me 5 cent, së djep tender një burimor, me negociata. Për cilat banda po më flet që po i lufton, për ato që në diskursin tënë publik t'inglojnë elektoralisht mira, jo zotri. Banda është band, kriminali është kriminal. A e fute o afër vetës a se fute, atë konvenoj ty apo jo, sot Kosova tregton me Vukamovicin rrym. Dhe këto shtesa që ai i shpërndan vazhdimsi, dhe mirë që po i shpërndan sepse ka nevojë. Mos të harrojmë që vlera që e merr Vukamovici për Kosovës është më e lartë se shtesa që i shpërndan Albin Kurti.